Kënga, vallja dhe kostumet janë pasaport e pakontestueshme kombëtare. Ato nuk janë thjesht elemente arti, por dëshmi e gjallë e identitetit dhe vazhdimësisë sonë historike, që na përfaqësojnë me dinjitet kudo në botë. Nënvizon Dr. Zymen Neziri. Kjo është dëshmi pra se jemi vërtet një popull që e meritojmë, si thonë, lavdin e vënderin e Evropës dhe të botës, por një të gjitha lavdin e vënderin të konkurezave dhe deri tashën e historisë pra, që këto veshje tona popullore i sot dhe të sotit. Unë di që ndërmend që Gjergji, akademike jo në parë, shqiptare në Tiranë, ajo pa të shënuar diko 23 lloje të veshjeve, më thonë në këto 6 shtete shqiptare, do përgjithë edhe Greqinë, pra sidomos pjesën çarme, por ju keni ecur dhe matutje, kemi ndezur grimca, që të gjitha këto mund të quhen që janë vetje të një etnokulture, pra të veshjes popullore, të fisëve i tire që ishin shumë. Dikush thotë jo pak, kanë qenë vërtet shumë, deri të liçeni një nga liçejt në Gjermani, pra shtrihershin i tjerët. Dhe kanë qenë vërtet një popull i madh, prandaj ka pasur shumë fisë, prandaj edhe shumë veshje dhe mbetjet e këtyre veshjeve janë edhe këto sot. Unë do të përshëndesja shumë edhe zotërinë pra në Valaj, shoqën e Florës, që ka sakrifikuar një pjesë të pasurisë familjare, pra jo vetëm tash, por vazhdimisht. Dhe kretë kjo punë, më thonë, është nga djersat e kësaj familje. Njeriu pra me meritat e jashtëzakonshme se mos e dhënë të ai, natyrisht kjo punë nuk do të vaj, as dokumentari nga Leshi, pra, është i madh.